Çka bën kjo qeveri? Që më ka larguar nga puna pa drejtësisht. Çka bën qeveria? Albin Kurti ka premtuar që shumë ka më bo për pensionist. Asgjë që 4 vjet s'ka bo. Që 25 vite nuk janë rritur pensionin, as ligjet e pensionistëve asgjë. Në pensionist invalidor dhe pensionist përgjithësi, a jetojmë në Kosovë, a jetojmë në xhungull, a ku jetojmë? Çka është kontributi juaj që me dokata kemi kontribu për këtë shtet, ku jo djersa jonë? Sa pensionist invalidor që 25 vite ka vdekur, pa e marrë pensionin, pa e trashëguar. Kush e bën këtë përgjithësi? Qeveri. Gjitha qeveri. Pe 99-s edhe deri me sot asgjë s'ka bërë. Nuk ka kuptim se si vetëm ne punonësit medial të heshtin përballë padrejtësive tona, të cilët janë duke na u bërë çdo ditë më shumë në vendin tonë të punës. Nuk ka kuptim se si ne të heshtim dhe të kalojmë këtë në heshtje duke mos e ngritur zërin tonë. Edhe vjen deri tek momenti i fundit kur të thrasin në zyrë dhe të thonë je i larguar nga puna, për të mos ofruar ndonjë letërvërejtje apo ndonjë diçka me shkrim për të më paralajmëruar. Saktësisht mu, si Naim Kryziu, ish punjonës i Java Multimedia Production, Kanal 10, që më ka larguar nga puna pa drejtësisht. Nga kjo ministri, është vendosur një bordë të zyrës, e cila e ka ngritë çmimin e energjisë elektrike dhe ne kemi kundërshtuar si punëtor. Sepse ne prodhojmë për 29 euro gjys megavatin e ketë si bëhet milioner. Paga-te-i taci,